Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell recetën e përgatitjes së moltove ose kruasantëve ose siç quhen ndryshe brioche në kushte shtëpie. Në fund fare, moltot që do të përgatisim dalin me një shije fantastike, shumë të buta dhe janë ideale për fëmijët tuaj. Metoda e përgatitjes, siç do ta shikoni edhe në video, është shumë e thjeshtë, prandaj pa humbur kohë le të nisim me përgatitjen e recetës. Në fillim do të përgatisim brumin për përgatitjen e moltove. Për brumin në një tas unë kam shtuar një lugë gjelle me maja aktive, nëse përdorni maja të thatë, mund të shtoni një lugë çaji. Më pas tek tasi shtojmë edhe 3 ose 4 lugë gjelle me sheqer. Për sasinë e sheqerit mund të vendosni vetë sipas shijeve tuaja. Tani tek tasi do të shtojmë edhe 1 gotë e gjysmë me qumësht të ngrohtë. Gota në këtë rast është gotë 200 ml. Më pas në tas, unë kam shtuar edhe mielin. Në total për këtë recetë kam përdorur 4 gota me miell. Edhe gota që kam përdorur në këtë rast është gotë 200 ml. Gjithashtu në tas kam shtuar edhe një lugë gjelle me gjalp. Më pas të gjithë përbërësit i trazojmë mirë së bashku për të përftuar një brum të butë që nuk na ngjisin duart. Brumin e punoni sa më shumë të keni mundësi, në mënyrë që kruasantët në fund fare të dalin shumë të shkrifët dhe shumë të butë. E punoj mirë brumin me duar për të paktën 3 ose 4 minuta dhe në fund fare do të shikoni që brumi që kemi formuar është një brum i butë që nuk të ngjisin duart edhe më pas brumin e vendosim tek tasi, e mbulojmë sipër me një qese kuzhine dhe do e lëm të pushoj për të paktën 30 ose 35 minuta. Unë duke përdorur maja aktive, vetëm kaq që e lë brumin që të pushoj. Nëse përdorni maja të thatë, atëherë brumin do ta lini që të pushoj për një kohë më të gjatë, ose derisa të shikoni që masa e brumit është dyfishuar në masë. Dhe pasi brumi ka ardhur mirë, ne tani brumin do ta presim në kuleç me madhësi mesatare. Unë në total, për këto përmasa që u dhash për këtë brum, kam formuar 12 kuleç. Japim formën kuleçve. Dhe tani secilin kulaç do ta hapim pak a shumë sa pëllëmba e dorës. Për këtë spërkasim her pas here me miell kulaçin dhe më pas kuleçët i hapim një nga një me një tërhollës. Do t'i hapim të gjithë kuleçët një nga një, duke formuar në total 12 petë me madhësi pak a shumë sa pëllëmba e dorës. Kuleçët do t'i ndajmë në 2 grupe, duke formuar 2 grupe me nga 6 petë. Do të shtrojmë në tavolinën e punës petën e parë dhe tani secilën petë do ta lyejmë me gjalp. Do të përdorim në total për këtë recetë 3 lugë gjelle me gjalp. Gjalpi në këtë rast që unë kam përdorur është gjalp që nuk është shumë i butë dhe as shumë i fortë. Pra nëse do të përgatisni brioche në kushte shtëpie, unë do të sugjeroja që gjalpin të mos e keni shumë të fortë, por as shumë të butë. Mirë është që gjalpi të jetë
pak fare i butë në mënyrë të tillë që të keni mundësi që ta përhapni sipër petëve që do të krijojmë. E them këtë pasi nëse është shumë i fortë gjalpi, atëherë nuk do të keni mundësi që ta hapni sipër petëve, por edhe nëse është shumë i butë, pra nëse është gjalpi i butë fare, atëherë nuk do t'ju krijohen ato ndarjet siç duhet gjatë kohës që formoni brioshët. Gjalpin e hapim me ndihmën e një thike ose të një luge sipër petës, duke munduar ta hapim të gjithë sipërfaqen e saj. Kështu do të veprojmë derisa të mërrim tek peta e fundit. Pra në çdo petë ne do të vendosim nga një sër gjalp dhe kur mbërrim tek peta e fundit, pra tek peta e 6, petën e fundit nuk do ta lyejmë me gjalp. Kështu do të veprojmë edhe për petët e tjera, pra për 6 petët e tjera që na kanë ngelur, do ta përsërisim procesin njësoj, do t'i lyejmë petët me gjalp një nga një derisa të mbërrim tek peta e fundit. Dhe tani, ajo që do të bëjmë është thjesht që do të hapim një petë të madhe nga secila pjesë që ne formuam. Do të spërkasim pak miell në tavolinën e punës dhe më pas me një tërhollës do të fillojmë të hapim petën siç e shikoni edhe në video. Mos u mundoni që të hapni petën shumë të madhe. Mirë është që petën të hapim me një trashësi mesatare, pasi nëse hapni një petë shumë të madhe, atëherë do të humbisni shtresat midis petëve. Pra petët le të hapen pak dhe do të shikoni që gjatë kohës që hapni petët, edhe gjalpi do të hapet midis petëve dhe është pikërisht kjo mënyrë që bën pastaj që të krijohen edhe shtresat brenda moltove që ne krijojmë në shtëpi. Kur petën e keni hapur me një trashësi mesatare, pra jo shumë të hollë dhe jo shumë fare të trash, tani do të bëjmë prerjen e moltove ose brioshëve. Prerjen tani mund ta bëni si të keni dëshirë, nëse dëshironi që në fund fare të krijoni briosh me madhësi të madhe, pra më të madhe nga këto që kam krijuar unë në këtë video, por unë siç e shikoni e kam ndarë në 12 pjesë, duke formuar 3 kënça me madhësi jo shumë të madhe, dhe në këtë mënyrë kam formuar briosha me madhësi mesatare, pra as shumë të vegjël dhe as shumë të mëdhenj. Dhe më pas procesin e shikoni dhe në video, do të veproni dhe ju njësoj në shtëpinë tuaj. Thjesht 3 kënçat e vegjël që ne kemi formuar do t'i mbështjellim për t'u dhënë atyre formën e brioshëve. Ju nëse dëshironi, të njëjtën procedurë mund ta përdorni për të formuar edhe briosh të kripur, pra në vend sheqerit mund t'i bëni ato me krip, ose nëse dëshironi, gjatë kohës që përgatisni moltot, mund t'i mbushni ato brenda me çokoladë, me reçel të shijeve të ndryshme, ose nëse i bëni të kripura, mund t'i mbushni edhe me djath, me sallam, pra si të keni dëshirë dhe sipas shijeve që keni ju në shtëpinë tuaj. Unë këtë herë i bëra të ëmbla, por ka raste që i bëj edhe të kripura dhe i mbush me djath. Të njëjtën procedurë do ta ndjekim edhe për petën e dytë, do ta hapim petën me një trashësi mesatare dhe më pas do të presim brioshët në këtë mënyrë siç e pat edhe për petën e parë, dhe në fund fare do të formojmë edhe brioshët. Dhe të gjithë brioshët që ne formojmë i vendosim në një tepsi ku kemi shtruar një letër përpjekje ose mund të spërkasni pak miell dhe aty rendisim njëra pas tjetrës gjitha moltot që ne krijuam. U lëm pak hapësirë midis tyre, pasi moltot do t'i lëm që të pushojnë sërish. Dhe tani sipër do t'i lyejmë me një të verdhë veze të tretur me pak qumësht. E trazojmë mirë të verdhën e vezës me qumshtin, me anë të një furçe i lyejmë sipër të gjithë brioshët që formuam. Dhe tani do t'i lëm të gjitha moltot të pushojnë për të paktën 20 ose 25 minuta dhe ndërkohë mos harroni që të hapni furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius. Kur shikoni që brioshët janë dyfishuar në mas, tani do t'i fusim brioshët për të pjekur. Unë i pjek në 200 gradë Celsius për të paktën 25 minuta ose derisa të shikoni që sipër marrin atë ngjyrën e bukur të pjekjes,
por nëse keni një furrë që pjek shumë shpejt, atëherë mund t'i piqni edhe në 180 gradë Celsius, derisa ju të shikoni që brioshët ka marrë sipër ngjyrën e bukur të pjekjes. Më pas, brioshët i heqim nga furra dhe mund t'i servirni ashtu siç i keni. Mund t'i servirni të ngrohtë, kështu siç janë, ose nëse dëshironi pasi i piqni mund t'i mbushni brenda ato edhe me kremra të ndryshëm, me çokoladë, me reçel, pra sipas shijeve tuaja. Ne i servirëm kështu siç janë, pasi ishin të ëmbla dhe fëmijët i pëlqyen shumë. Ua garantoj që nëse e provoni këtë recetë në shtëpinë tuaj, do përftoni në fund fare briosh shumë të shijshëm, fëmijët kanë për t'i pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe do t'ua kërkojnë sërish recetën ashtu siç dëshironin edhe vajzat e mia. Brioshët kanë dalë jo vetëm shumë të mirë, të butë, por edhe nga brenda kanë krijuar ato shtresat e tyre dhe me të vërtet që u kënaqi në shije. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqt dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.